Arben Elshani, komandanti njësisë së trafikut në Prizren, tregon lidhur me komunikacionin dhe lidhur me qytetin e Prizrenit. Foli për parkingjet ilegale, por nuk është zgjidhje që të rritet siguria në trotuare. Ai pastaj ka folur edhe për parkingjet që do të bëhen. Të çështja parkingjeve ilegale. Na mujm për 365 ditit ka 200-300 tiketa me shku për parkingje, mirë po nuk ka zgjidhje. Zgjedhja është kur qytetarit i pamundsohet me ndal ose me parku automjetin në trotuar, që morrit siguria e këmbësorëve dhe mu pamundsu parkimi automjetit në trotuar është vendosja pengesave fizike i cila pamundson automjetin më ndal në trotuar, anën tjetër i ofron siguri maksimale këmbësorit. Na kem rrugën prej rrethit të Ishbenafit, rruga Vesli Clark nëse nuk gaboj, drejtim të rrethit pompa i Shkabashit, ana djathtë ka vendosën topat, betoni, do mund që janë vendosur aty, edhe e pamundësojnë automjetin me pengu ose mu parku në rrugë. Edhe siguria këmbësorëve është më e madhe. Na çdo herë do të jetim bashkë, do të jemi të gatshëm për bashkëpunim dhe ofrimin e ideve për me orientuar sa më mirë komunikacionin edhe hapësirat për parkingje. Lidhur me këtë dhe kryetari Tota i ka folur për parkingjet e makinave në trotuare. Tha se duhet të ketë një drejt kuptim, e di se gjopa nuk është zgjidhje. Megjithatë, një bashkëpunim i komunës me policinë ndihmon në rritjen e mirëqenies së qytetarëve të Prizrenit, tha Totaj. Edhe padash më keq kuptu, për nëse nuk e kanë nivelin e vedijes me kuptu që parkingi i makinave në për trotuare nuk është në harmoni me ligjin, atëherë gjoba është mjet i cili e shtin me menu që nashta s'pudash ka këtu për shkak se për të kushtoj ka. Për ndryshe, nuk jam shumë i thar i gjobave, përveç këtë bëhat të domosdoshme, po pengesa për parkingje të automjeteve në për trotuare në disa vende na kemi bë. Kemi bë këto gjelbrimin, lulat që kemi vendos, këta gurta mësori kemi ngrit pak më lart, mirë po besoni që është e pamundshme në këtë qytetin komplet me bësh ashtu, edhe për shkak të buxhetit, edhe për shkak të rrethonave tjera. Megjithatë, jam shumë i sigurt se një bashkëpunim i komunës me policinë na ndihmon edhe neve edhe juve me përmirësu performancën tonë, gjithmonë në funksion të ngritjes kvaliteti të jetës qytetarëve. Prizreni tashmë sidomos gjatë verës është pikë takimi mjera vizitorëve turistëve, andaj duhet të gjithë bashkë të jemi në shërbim të hapësirave të lira për lëvizje në trotuare.